Përkundër miratimit të ligjeve dhe politikave të ndryshme që për qëllim kanë luftimin e korrupsionit, Kosova ende nuk ka arritur rezultatet e dëshiruara në këtë fushë. Sipas raportit të Komisionit Evropian për Kosovën për vitin 2023, Kosova është në mes të një faze të hershme dhe një niveli të përgatitjes në luftën kundër korrupsionit. Veçanërisht, problemet kanë të bëjnë me mungesën e dënimeve me burgim efektiv në rastet e korrupsionit të profilit të lartë. Një numër i madh i aktakuzave të ngritura ndaj profilit të lartë kanë dështuar të provohen në gjykatë. Mungesa e rezultateve të kënaqshme më së shumti është e shprehur në mungesën e dënimeve me burgim efektiv në rastet e korrupsionit të profilit të lartë dhe në konfiskimin e pasurive të përfituara përmes veprës penale. Çështja e politikës ndëshkimore është trajtuar edhe nga raporti i progresit për Kosovën për vitin 2023, ku ndër të tjera ky raport ka theksuar se udhëzuesi i Gjykatës Supreme për politikën ndëshkimore nuk po zbatohet sistematikisht nga gjykatat dhe se politika e dënimeve për krimin e organizuar dhe korrupsionin vazhdon të mbetet jo konsistente. Numri i vogël i shqiptimit të dënimeve plotësuese vazhdon të mbetet një ndër sfidat kryesore në luftën kundër korrupsionit. Përkundërse shqiptimi i këtyre dënimeve do duhet të konsiderohet si një nga armët më të forta të gjyqësorit për të luftuar efektivisht korrupsionin. Përkundër faktit se qeveria Kurti II luftimin e korrupsionit e kishte proklamuar si qëllimin kryesor, në fundin e qeverisjes, Kosova ende nuk e ka një strategji për luftimin e korrupsionit dhe publiku ende nuk e ka të qartë se cila do t'jetë rruga që qeveria do ndjek në raport me luftimin e korrupsionit në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive që ka qeveria në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. Mungesa e kësaj strategjie për një kohë kaq të gjatë dhe dështimi i grupit punues për të hartuar një dokument të bazuar në ligjin e aplikueshëm në Kosovë dhe i cili dokument nuk ndërhyn në pavarësinë dhe integritetin e institucioneve të pavarura kushtetuese, ndërton bindjen se përgjatë kësaj kohe as qeveria nuk e kishte të qartë rrugën e saj drejt luftimit të korrupsionit.